Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë problemeve me rënjën e flokëve, ja receta që do ju habis me rezultatin. Flokët ju bien të gjithve dhe për këtë nuk është çudi. Në disa raste, rënja e flokut i atribohet ndryshimeve të stinëve në saj të disa mungesave të tjera, si për shembull ajo e vitaminave. Megjithatë, në këtë video ju do të mësoni për arsye të tjera shumë herë më befasuese të rënjes së flokëve. Medikamentet. Shumë medikamente siç janë holluesit e gjakut, solucionet kundër akneve, të pasura me shumë vitaminë A, ilaçet kundër diabetit, depresionit, për zemrën dhe tensionin, kanë efekte anësore. Një prej këtyre efekteve është edhe rënja e flokëve. Lindja e një fëmije. Pas të lindjes së një fëmije, nëna humbet shumë flok për shkak të stabilizimit të hormoneve. Rënja e flokut ndalon 3 deri në 6 muaj pas së lindjes. Mungesa e hekurit. Rënja e niveleve të hekurit ndikon tek shëndeti i flokëve. Nëse në organizëm keni pak hekur, atëherë juve do ju bien flokët. Thonjt do të jenë më të brisht, lëkura juaj do të jetë e verdhë dhe rrahjet e zemrës të shpejta. Stresi. Stresi e plogështon sistemin tuaj imunitar. Shqetësimi dhe anthi nga ana tjetër pengojnë rritjen e flokut dhe gjithashtu nxit rënjen e tij gjatë krehjes. Larja e flokëve. Përdorimi i tepërt i solucioneve të larjes së flokut, krehja, fërkimi, gjatë dhe pas larjes me peshqir e nxit rënjen e tij. Tharset. Tharse dhe instrumente të tjerë për dhënien e formës së flokut, llaku, boja e të tjerë kanë ndikim në shëndetin e flokut. Domosdoshmërisht, floku juaj do të jetë i brisht dhe do të këputet më lehtë. Sëmundjet. Besoni ose jo, rënja e flokëve është një simptom e përbashkët e 30 sëmundjeve, përfshirë ato të cilat rrezikojnë tiroiden apo imunitetin. Njeriu t'i bien flokët edhe kur ai është me grip, ka temperaturë apo ndonjë infeksion. Duhani. Flokët nuk janë imun ndaj duhanit. Toksinat e këtymi i duhanit kanë një ndikim të fortë tek floku, duke penguar rritjen dhe nxitur rënjen e tij. Çrregullimet me të ngrënin. Anoreksia dhe bulimia janë 2 nga çrregullimet më të forta të ngrënit. Ato manifestohen edhe me rënjen e flokut sepse trupi nuk merr ushqyesit e nevojshëm dhe këto çrregullime mendore duhen trajtuar nga një mjek profesionist. Lëngu i hithrës dhe si ta përdorni. Zgjini një grusht me hithra të njoma ose të thata në 250 ml ujë për 10 deri në 15 minuta dhe lëreni më pas që të ftohet. Përdoreni pasi të keni larë dhe shpëlar flokët tuaj si zakonisht. Më pas, masazhoni flokët edhe me lëngun e hithrës, sidomos tek pjesa e rrënjëve të flokut dhe gjithashtu tek pjesa e skalpit të kokës. Mbajini për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë kur të paktën 2 herë në javë. Nëse flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që ju i krihni, maska kundër rënjes së përgatitura vet munden që të jenë një zgjidhje e duhur për flokët perfekt. Ka shumë arsye pse ju bien flokët, që nga stresi dhe deri tek mungesat ushqimore. Në çdo rast, nëse ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se një maskë flokësh e bërë vetë, të thjeshta për të përgatitur, me përbërës elementar, ushqyes dhe forcues. Këto maska ndonjëherë janë një ilaç i vërtet, madje dhe më efikas nga çfarë parashikohet. Maja bire, mjalt, kos, vezë dhe me radhë, bëhet fjalë për përbërës të thjeshtë të cilët ju i keni në shtëpi me patjetër. Zgjidhni një prej këtyre maskave dhe do të shikoni efekte rigjeneruese, ristrukturuese dhe antirënje. Flokët tuaja do ju ngjallin në zili të gjithëve.
Maska me vezë. Për këtë mask, juve do t'ju duhen 2 të verdha vezësh, pak vaj ulliri dhe gjysmë limoni i shtrydhur. Përzini mirë dhe lëreni maskën që të veprojë në skalpin tuaj të kokës. Aplikojeni atë me furçë dhe mblidheni kokën me një qese transparente. Lëreni të veprojë për gjysmë ore, më pas shpëlajini dhe më pas vazhdoni me shampon. Do t'i ndjeni me njëherë flokët tuaj që do të jenë më të fortë dhe njëkohësisht më të ushqyer. Maska me mjalt. Provoni këtë përzierje në flokët tuaj dhe kështu do të shikoni se si floku juaj do të ndryshojë. Në një tas të vogël, hidhni një vasket kosë dhe një lugë plot me mjalt dhe përhapeni më pas maskën në flok. Më pas vendosni edhe një kapuç dushi. Lëreni një orë në kokën tuaj të mbështjellë dhe më pas lajini flokët me shampo siç bëni zakonisht. Shampo do të ishte e mirë të ishte kundra rënjes së flokëve. Maska flokësh me maja bire forcon dhe ndalon rënjen e flokëve. Bëhet fjalë për një maskë e cila realizohet me 2 të verdha vezësh, disa pika uthull, një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përzini dhe aplikojeni maskën në skalpin e kokës. Mbështilleni kokën me qese dhe lëreni për gjysmë ore. Më pas, lajini flokët me shampo siç bëni zakonisht. Gjithashtu, këtu ne do t'ju njohim me maskat më të thjeshta si të ndaloni rënjen e flokut, sidomos në këtë periudhë të vitit. Vaji i ullirit është një nga produktet më të rëndësishme, jo vetëm në mirë funksionimin e trupit, por edhe një aleat i shkëlqyer i bukurisë. Vaji i ullirit në lëkurë, flok, thonje të tjerë do të bëjë të mundur rigjenerimin e çdo dëmtimi që mund të jetë shkaktuar për arsye nga më të ndryshmet. Industria e kozmetikës e përdor si një nga përbërësit kryesor të kremrave dhe sigurisht të produkteve kundër plakjes, rigjenerimit të qelizave e të tjerë. Ai gjithashtu përmban edhe fenole, acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyra esenciale për një shëndet tepër të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Ky vaj ofron përfitime të ndryshme shëndetësore, por njëkohësisht ai bën mrekulli edhe kundër rënjes së flokëve, si edhe do të keni përfitime të jashtëzakonshme në volumin e tyre. Maska për këputjen e flokëve. Kjo maskë e flokëve përmban 3 përbërës me vaj ulliri, avokado dhe mjalt. Avokadot janë të pasura me vitaminën B, vitaminë E dhe me proteina, që ndihmon kështu edhe në parandalimin e humbjes së lagështisë nga skalpi i kokës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një avokado e pjekur, 2 deri në 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle mjalt dhe kosti, i cili është një produkt opsional. Përgatitja: përzini një avokado të pjekur të prerë në kuba, vajin e ullirit, mjaltin dhe kostin. Pasi të jetë formuar një masë homogjene, aplikojeni këtë përzierje në flokë të lagur duke filluar nga rrënja deri tek majat. Shpëlajini flokët me ujë të bollshëm pas 40 minutave dhe lajini me shampo si zakonisht. Maska për flokët e thatë. Shtoni një banane të pjekur, 1 lugë çaji mjalt dhe 1/4 filxhan vaj ulliri. Përzini derisa të arrihet një masë homogjene dhe aplikojeni veçanërisht në majat e flokëve. Lëreni për 30 minuta dhe shpëlajini më pas me ujë të ngrohtë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!